E di se çfarë do të thotë të shesësh trupin. E di se çfarë do të thotë të lësh mënja ndjenjat dhe të veshësh një buzëqeshje të shtirur. Dhe e di se çfarë do të thotë të vazhdosh ta bësh. Ta detyrosh veten ta bësh dhe të thuash se çdo gjë është në rregull, kur në fakt nuk është ashtu. Por unë e di dhe se çfarë do të thotë shërim. Një fillim i ri, i pastër, njësoj si një flad i lehtë mbi fytyrën e ndezur nga vapa. Thellë brenda meje, mund ta ndjej këtë liri dhe të di se pas më të voglin dyshim, se unë jam e rëndësishme për dikë. Unë quhem Klara, por nëna ime më thërriste me emra të tjerë, shëmtir, budallaqe, njeri kot. E dija se nuk isha fëmijë i dëshiruar, dhe kjo më therte në shpirt. Më në fund, nuk durova dot më dhe u largova. Shkova në qytet dhe fillova të punoja në një kafene. Tani, kur kthej kokën pas, më duket shmenduri. Isha vetëm 14 vjeçe. Pra, ja ku isha papritur. Po filloja jetën time të re. Isha vetëm. Askush nuk mund të më thoshte çfarë të bëja, dhe nuk isha asnjë mama që të më thoshte vazhdimisht se sa shumë më urrente. Isha e lirë. Dhe më pëlqente puna e re në atë kafene. Ndihesha e vlerësuar për atë që isha. O zot, sa ndjesi e mrekullueshme që ishte. Dhe aty ishte një grua që do ta ndryshonte jetën time për gjithmonë. Isha 16 vjeçe kur kjo grua u shfaq në kafe. Quhej Brita. Dhe më thirri ëmbëlsirë. Për to unë nuk isha as e shëmtuar, as budallaqe. Isha ëmbëlsirë dhe më pëlqente shumë ky emër. Sa më shumë më fliste dhe më inkurajonte, aq më shumë e doja atë grua. Madje fillova të ndihesha mirë me veten time. Ishte fantastike. Brita më bleu sende tualeti dhe rroba të bukura. Oh, zot, rroba vërtet shumë të bukura. Dhe këpucë që vetëm në ëndër mund t'i shija. Ajo më mësoi se si të ecja si grua dhe se si të sillesha, në mënyrë që burrat të më pëlqenin. Ndihesha kaq e sigurt me të dhe shumë e veçantë. Bëja çdo gjë që ajo më thoshte. Pastaj, një ditë, ajo më çoi në një shtëpi prostitutash. Kjo mund të duket e çuditshme, vërtet e çuditshme. Pikërisht aty ku duhet kisha dyshuar tek Brita dhe ta kisha pyetur, pse po hym në këtë vend? Por nuk e bëra. I besova asaj dhe isha shumë e lumtur që isha me të. Ecëm në rrugë së bashku me Britën dhe unë ndihesha e sigurt. Dhe trupi im kishte shumë vlerë kur unë e shisja për seks. Parat që merja në dorë ishin një provë se unë kisha vlerë për diçka. Sigurisht që të gjitha parat i merrte Brita. Ndërsa ditët ktheheshin në javë dhe javët në muaj, Brita më shiste gjithmonë më shumë dhe fitonte shumë para prej meje. Aty fillova të ndihesha bosh dhe e plaçkitur, e mbërthyer në këtë mjegull sikur të kisha parë një ëndër të keqe. Pastaj, kuptova se në të vërtetë isha gjithçka që mamaja ime më kishte thënë. Isha plerë, isha e shëmtuar, isha e pavlerë. A kishte vërtet një perëndi diku që të merakosej nëse unë isha gjallë apo e vdekur? Pika kulminante arriti kur isha me një burr që tha. Ai tha se donte të shite gjak. Pastaj nxori një thike e drejtoi majën në trupin tim. Donte të më priste me thik gjatë seksit. O zot, ky ishte kulmi, ky ishte fundi për mua. Por mrekullisht u arratisa nga kjo ëndër e keqe.
Mendoj se duhet kem pasur ëngjëj mbrojtës atë ditë. Ëngjëj që më ndihmuan të largohesha. Ndoshta ekzistonte një perëndi diku. Shkova tek Brita dhe i thash se nuk mund ta bëja më këtë gjë. Dhe ajo më lejoi që të largohesha. A e dëgjuat se çfarë thash? Ajo thjesht më lejoi të largohesha. Kjo nuk është diçka normale. Kjo nuk ndodh rëndom, por ja që ndodhi. Wow! Por tani, çfarë do të bëja? Isha e pavlerë. Kush do të më dëshironte? Pas i lash rrugët, isha shumë e plagosur. Thellësisht e plagosur. Kryoja e prishja marrëdhënie njëra pas tjetrës. Isha e tej lodhur. E kaluara më përndiqte. Më kujtoheshin rrugët ku punoja. Nuk isha në gjendje t'i harroja për as edhe një çast të vetëm. Nuk isha në gjendje të ndjeja asgjë veç dhimbjes dhe hidhësisë. Dhe i fundosa thellë ndjenjat e mia. Aq sa nuk kisha më asnjë ndjesi. Për asgjë dhe për asnjë. Shumë herë i dashuri më rrite dhe unë përfundoja në urgjencë. Sa herë që shkoja, mjekët më arnonin trupin tim të dëmtuar. Dhe sigurisht, më jepnin edhe ilaçe për dhimbjet. Më jepnin edhe stimulant dhe antidepresant për të më ngritur humorin. Dhe patjetër që me to ndihesha më mirë. Dhe përderisa më bënin të ndihesha dhe më mirë, mjekët me kënaqësi më jepnin edhe më shumë. Por, pas pak kohësh, nuk ngopesha dot me ilaçe. U bëra e varur prej tyre, dhe kjo gjë vazhdoi për vite me radhë, derisa njëri nga mjekët më drejtoi tek një qendër trajtimi. Aty unë gjeta lirin. U çlirova nga kurthi ku kishte rënë jeta ime. Më në fund pash një rrugdalje dhe gjeta njerëz që donin të më ndihmonin. Ndoshta ju do të pyesni, si ndodhi kjo? Vetëm përmes njerëzve që interesoheshin dhe merakoseshin për mua. Dikush që unë nuk e njihja u lut për mua. Njësoj sikur t'isha shumë e rëndësishme për të. Dhe kjo ishte hera e parë që më ndodhte diçka e tillë. Kur nuk do ta harroj atë ndjesi që më përshkroi gjithë trupin. Atë ditë, jeta ime filloi të ndryshoj. Nuk e kuptoja vërtet se çfarë po më ndodhte, por po më pëlqente. Ishte ndryshe nga çdo ndjesi që kisha provuar më parë. Me kalimin e kohës, fillova t'u besoj njerëzve, sepse gjeta njerëz që besonin tek unë dhe më vlerësonin, jo për trupin që kisha, po për atë që isha. Më vonë, ndjeva se kisha nevojë të falja çdo gjë të keqe që më kishin bërë. Wow! Të falja veten time ishte një nga gjërat, një gjë e madhe madje. Por të falja burrat që dëmtuan trupin tim? Jo. Këtë unë nuk mund ta bëja. Diçka brenda meje dëshironte të mbetej e zemëruar dhe e ngujuar aty. Por pastaj kuptova se asnjë pjesë e vogël e zemërimit që unë kisha në zemër nuk do t'i lëndonte ata burra që më kishin përdhunuar. Nuk do të lëndonte maman time që nuk më donte, apo të dashurin tim që më rrite, apo Britën që më kishte shitur. I vetmi person që do të lëndoj nga zemërimi im, isha unë. Në gjendjen time më të rëndë, u ula në karrige dhe me një thik në dorë, gati të prisja gjoksin dhe pjesët e mia private. I urreja të gjithë. Urreja dhe veten time. Por, kur arrita të fal ata që më kishin lënduar, ndjeva diçka. Si një lloj dushi që gurgullonte brenda trupit dhe shpirtit tim. Nuk isha më e shëmtuar apo e pisët. Isha e pastër dhe e bukur. Isha dinjitoze.
Urrëtia ime ishte kthyer papritmas në dashuri. Dhe ju ndoshta po mendoni në këtë çast. Kjo është diçka që unë nuk do ta kisha bërë dot kurrë. Por dëgjoni, unë nuk jam e vetmja që e kam kaluar këtë. Një gra që kanë kaluar gjëra dhe më të këqija se kjo, dhe që e kanë gjetur paqen dhe vlerën e tyre të vërtet, që janë shumë më të çmuara se gjërat që blihen me para. Unë do t'ja u prezantoj, dhe ju mund të dëgjoni historitë e tyre. Ndoshta, të gjithë mund të dëgjoni diçka që do t'ju ndihmoj ju, ose ndonjë mikeshën tuaj. Çdo javë, unë do të kthehem në rrugë, por jo më për të shitur trupin tim. Do të kthehem aty për të ndihmuar gratë që po kalojnë atë që unë vetë kam kaluar dhe që kanë nevojë thjesht për dikë që t'i dëgjoj. E kam ndier atë dhimbje, edhe atë ngurtësim thellë në zemrën time, dhe dua që t'u jap atyre shpresë. Unë kam mundësinë t'u them këtyre vajzave se sa të vlefshme janë ato. U a them atyre, ju a them edhe juve, sepse është e vërtet. Ju keni vlerë. Trupi juaj ka shumë më tepër vlerë nga sa mund të paguaj dikush. E di se çfarë ndjeni, por di gjithashtu se ka ndihmë dhe shërim për të gjitha ne. A mund të duroni më? Ka shpresë. Thirrini Perëndis, sepse ai dëshiron që ju të dini se ka shumë më tepër se kaq. Ekziston një jetë e re, një dashuri e re po ju pret, një miqësi e re po ju pret. Ju duhet vetëm të hidhni hapin e parë, të dini se jeni një njeri me vlerë në sytë e Perëndis. Ai ju krijoi që të keni dinjitet, si bie ti, si bija e të vetmit mbret. Në historitë që do të vinë më pas, ju do të njihni disa gra të reja që përballen me shumë vështirësi. Tek historia e ndonjërës prej tyre mund të gjeni veten tuaj. Për shembull, historia që vjen më pas është ajo e Vanesës. Ajo ka hyrë në borxh të thellë dhe punon si prostitut për të paguar atë shumë parash. Situata e saj është një nga ato situata që shpesh bëhen si një rreth vicioz, por ajo mendon se është thjesht e përkohshme. Ky program është prodhuar nga Thesare të Fshehura, një projekt i Transworld Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesare të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njëherë kontakti i emailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Çfarë do të bënit nëse dikush do të vinte tek ju, do të ulej kraj jush, do të fliste me ju? Dhe po sikur të zbulonit se ky dikush ju njihte më mirë nga sa e njihit ju veten tuaj. Dhe po sikur, duke folur së bashku, ju të mësoni se ky dikush kupton çdo gjë që ju keni kaluar, vuajtjet tuaja, gëzimet tuaja, dhimbjen tuaj. Madje edhe dëshirat dhe ëndrat më të thella janë kuptuar. Dhe po sikur ky dikush të ketë fuqinë t'ju ndihmojë të kaloni çdo vështirësi me të cilën përballeni. Dhe po sikur unë t'ju thosha sot se dëshiroj t'ju prezantoj me këtë dikush, ju jeni shumë të çmuara për të. Ai ju krijoi dhe ai ju do. Pavarësisht se me çfarë po përballeni sot, fjala e tij do t'ju jap forcë. Fjalët e tij janë të mbushura me shpresë. Dhe ky person i dashur, i mrekullueshëm që kujdeset për ju, është Ati juaj në qiell.
Dëgjoni t'ju lexoj se çfarë thot ai. Sepse Perëndia e deshi aq botën, se dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Perëndia ju do aq shumë, se që dërgoi birin e tij, Jezusin, që të jetonte më pas të vdiste këtu në tokë. Jezusi dha jetën e tij për të na treguar dashurinë e Perëndisë. Perëndia ju kërkon që të besoni se ai është i vërtetë dhe të pranoni dashurinë e tij. Ai dëshiron të kalojë gjithë përjetësinë duke ju dashur. Dëgjoni se çfarë thot. Sepse Perëndia e deshi aq botën, se dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Jezusi, vetë biri i Perëndisë, thot këto fjalë. Në të vërtet, po ju them, kush beson në mua, ka jetë të përjetshme. Lajmi më i mrekullueshëm është se përmes Jezus Krishtit ju mund të jetoni përgjithmonë me një Perëndi që ju do dhe që kujdeset për ju. Perëndia që ju krijoi dhe ju do, dëshiron vërtet që ju ta njihni atë. Mendoni rreth kësaj. Pavarësisht se çfarë ndodh, Perëndia dëshiron që ju të përjetoni dashurinë e tij, gëzimin e tij dhe paqen e tij. Dëgjoni me kujdes se çfarë thot. Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, të zë nga dora e djathtë dhe të them: mos u frikso, unë të ndihmoj. Çmendim i mrekullueshëm. Një premtim nga Perëndia, premtim të cilin ne mund ta besojmë.